Dëshmitar. Svedoci. Juve keni qenë pjesë Vi ste bili deo ekzaminimit ekzaminacije të dëshmive dokaza, që ekzaminiranje dokaza, janë rreth 50 dëshmi oko 50 të marra dokaza uzeti në rastin u konkret konkretnom slučaju dhe ju keni bërë i vi ste izvršili ekzaminimin e tyre nga pamja e ADN-s. ekzaminiranje iz pogleda DNK. Kjo është e vërtetë, po. To je istina, da? Po, Da. A qëndroni pra në raportit të ekspertimit të bërë nga ana juve, respektivisht? Edhe një të A qëndronit Da pranë li stojite ekspertimit pri të bërë nga vašem ona juaj, vještačenju izvršenim od vaše strane, respektivisht Me të gjetura në odnosno të. sa nalazima u njemu? po qëndroj. Da ostaje. Atëherë, a mundeni të tregoni Da li možete gjykatës sudu da kažete se nga këto 50 dëshmi, da iz ovih 50 dokaza në cilat dëshmi keni gjetur u përputhje kojim dokazima ste našli të mostrave të ADN-s së të pandehurve, usklađenost mostrave të gjetura të DNK, ADN-s da, uzoraka DNK të pandehurve, me mostra Krivini e egzaminuara sa nga uzorcima koji su dëshmi e sigurisht. ekzaminirani od strane dokaza. A e kuptoni pyetjen? Da li ste razumeli pitanje? Jo, kuptova, mirë. Razumeo sam, da. Nderuar gjyqtar, Poštovani sudija, sa i përket përputhjeve tiče të usklađivanja personave osoba në shifrat S1, S2, pod znakovima S1, S2, po e šiframa që S1, S2, është Jovan Vicentjević koji je Jovan Vicentjević dhe i dëshmive S3, S4 dokaza S3, S4, të personit Dragisha Vicentjević, osobe Dragša Vicentjević, ne përputhjet me dëshmit e caktura i kemi dhënë raportin e ADN-s. sa određenim dokazima smo dali u izveštaju DNK. Të cilën raport besoj e kanë edhe palët edhe Verujem da imaju i stranke i vi. mirë po. Međutim, Ne në që është me rëndësi për këtë seancë, što je najvažno na ovom ročištu, në konkluzionin numër 5, u zaključku broj 5, ndër dëshmit e tjera između ostalih dokaza, kanë qenë edhe 3 dëshmi nga vendi i ngjarjes, dokaza sa mesta događaja, ku janë fituar profile të përzira gdje smo Profile të përzira. të ADN-s umešane profila DNK, dhe ne këto i kemi kontrolluar në mënyrë manuale. ove smo kontrolisali manualno. Në dëshmin numër U dokazu broj NR Tarab 4, NR/4, e që është e përshkruar i što je opisano një fitil kablëndezës me gjatësi rreth 9 metra, oko 9 metara, gjatë kontrollimit manual, tokom manualne kontrole, ne kemi vrejtur shenjat smo e vidjeli znakove personit me shifrën S1, pod šifrom S1, përkatësisht Jovan odnosno Vicentjević. Jovana Vicentjević. cilat shenja konkret. Koje konkretne znakove se vidi? Nëse ka mundësi teknika, Ako ima mogućnosti tehnika, unë e kam në mënyrë tabelare ja imam atë kontrol, na tabelaran način, nëse teknika mund ako tehnika može me lidh, është në Word file, povezuje, to je file u Wordu, përveç ndosje fizike kam edhe në USB. fizičkom dosjeu imamo i u USB, Tash po
për momentin nuk kena mundësi teknike se do të përmasëm Po. IT. Mogućnosti, Ajo tabela është. Po. to je ta tabla. Edhe ato, edhe në dosjen e juaj mund ta sheni, Dosjeu možete da vidite. se prej 24 lëkuseve të gjeneve që i kem analizu, Lokatora gena koje smo po, analizirali. 24, kanë qenë, 24 koji su bili. ne shenjat e esnishit e kemi gjetë në 20 vende. Jedan smo našli u 20 mesta. Na 20 mesta. Po, dhe me këtë rast, I u ovom slučaju duke qenë se ne nuk kemi pasur software nismo imali softver za për analizimin e miksturave komplekse, kompleksnih mikstura, dhe nuk e kemi pas të validuar metodën, nismo imali metodu, Validume. validiranu metodu i kem sugjeru hetuesisë edhe prokurorisë i tužilaštvu i istražiocima smo predložili da që interpretimin e kësaj miksture interpretaciju ove miksture mešavine ta kërkoj jashtë vendit, përkatësisht da kërkoj jashtë vendit, Jo, ta kërkojmë jashtë da vendit. traži van države përkatësisht në ndonjë shtet që e ka të validuar metodën koji ima validiranu metodu, važnu dhe softverin përkatës. i određeni softver. Veç të sqarojmë për... Samo da objasnimo. Juve po e konfirmonin që nga fitili ndezës, në gjatësi prej Nga fitili 20 ndezës. metra, Tog fitilja, Ose kabla dezës. iz tog fitilja, ko važno? nga 24 lëkuse, Od 24 tih lokatora, 20 për tyre U janë 20 gjetur mostra të u ADN-s. 20 od njih su pronađeni uzorci DNK Në atë fitil u taj fitilj që i përkasin esmishit koji pripadaju S1, e që referuat të a pandimit Jovan Vicentier. referišu se okrivljenim Jovan Vicentier. A është kjo vërtet? Da li je to istina? Po, A mund t'i tregoni Da li gjykatës možete da kažete sudu se çfarë metodash edhe njerë keni përdorur që të një koje metode ste koristili, që keni ardhur deri ne? Konkludim. Da ste došli do ovog zaključka? nderuar gjyqtar, Poštovani sudija, ne i përdor metodat më të avancuara shkencore, koristimo najviše avansirane metode, naučne metode, të cilat janë të validuara koje su validirane dhe që ekzistojnë procedura të shkruara i koje postoje u pismenim postupcima që secili ekspert i të përdor në mënyrë të njëjtë. veštak koristi to na isti način. Në rastin konkret, U konkretnom slučaju ne kemi përdor mi smo koristili procedurën e ekstrahimit me Procedurën e ekstrahimit. ekstrahimit të ADN-s, DNK me metodën e sa metodom KAMB DNA Investigator Kit, KAMB DNA DNA Investigator Kit, Investigator Kit. nga kompania e njohur gjermane Kajagen. si që potencuat Kao što mungesë ste të naveli u odsustvu metodave për përpunimin e metoda za interpretimit të miksturave. izraženje mikstura Ne kemi tërbuar në mi laboratorin e smo Romës poslali u Shtetit e laborator Italis u Romu Italije, u për një državi Italije, interpretim të saktë këtyre miksturave. për një Interpretim të za saktë këtyre tačnu miksturave. interpretaciju ovih mikstura. Çka me të njëjtat veç to janë prezentuar gjatë Isti su. vendit së dëshmisuar. Predstavljeni tokom davanja vaše izjave. A mundeni të Da li japni një možete da kompletim tuaj date jedan vaš zaključak, nga perspektiva profesionale vaše profesionalne në struke lidhje me të u gjetura vezi nga sa laboratori nalazima i iz Romës laboratora u Romi, në lidhje me u vezi sa e DNK, egzaminuar, izvršenim DNK. duke ju referuar Referišući se dëshmisë numër 4, dokazu broj 4, më konkretisht fitilit Tačnije- ndezës që është gjetur në vendin e ngjarjes.
detonatorskim fitikim, Suporgjeshme. koji je pronađen na mestu događaja. Pikës pari pajtona se nuk jam kompetent Slažem se da nisam nadležan za të flas për një ekspertizë ose një interpretim jednu interpretaciju që ka dhënë personi tjetër apo eksperti tjetër. dao druga osoba ili drugi veštak. Unë raportin e kam parë Ja izveštaj sam video dhe e kam lexuar. i čitao. Unë nga raporti e kam të qartë Iz izveštaja mi je jasno se laboratori në Rom, da laboratorijum u Romi, përkatësisht eksperti odnosno veštak Stefano Vernareci, siç figuron në raport, Stefano Vernareci, kao što je u izveštaju, e ka kryer vetëm interpretimin izvršio samo interpretaciju e rezultateve tona që i kemi fituar në Prishtinë. që i kemi Që i kemi fituar në Prishtinë në laboratorin tonë. I nderuar gjyqtarë, E që ato cëllët përpuzët, cëllës përpuzët. samo Nëse po vlerësimin e raportit tjetër kujt. sigurisht. vi ne vršite procenu drugog izveštaja. Sa i përket raportit kolegëve italianë, Tiče izveštaja kolege Italijana. nuk ka pas kundërthonje, vetëm është vërtetue ajo gjetura tona që kem sinjalizu hetusinë dhe prokurorin za koje smo me dali znak tužiocu. sa i përket dëshmisë në R4. Što se tiče dokaza NR4, Në R4 dëshmi. numër 4, broj 4. Do më thonë, edhe raporti tyne, Njihov izveštaj veç e ka forcu dhe ka samo je osnažio këtë sinjalin ton ovaj naš signal që e kemi pa shenjat e personit në fjalë. Ata pastaj mendimin e softverit dhe metodave pomoć softvera i metoda të validuara të tyre, njihovih validiranih metoda në mënyrë shkencore naučni način, e kanë bën ndërlidhjen e personit në shifrën S1 brojem pod šifrom S1 me njërin prej kontribuesve në miksturën prej 3 persona. Bazë të na osnovu rezultateve tona naših rezultata dhe përvojës deri tashme në ekspertiza, dosadašnjeg iskustva u veštačenjima, dhe gjatë analizimit manual tokom të manualnog analiziranja profilit të ADN-s profila DNK, nga dëshmia NR Tarab 4, dokaza NR4, ne kemi vrejtur mi smo shenjat prihvatili znakove e kontribusit kryesor në përzimje. glavnog Kryesor përzirjes. umešanja. Kjo do të thotë se gjurët më të mëdha kanë qenë nga personi S1, Tragovi su bili ndërsa gjurëm të më të vogla kanë qenë dok manji tragovi su bili nga 2 persona tjerë pa njohur. dvojice drugih nepoznatih osoba. Do më thonë, sipas neve, Prema nama, znači prema nama, ka të bëjë me kontribusin kryesor radi se o në këtë dëshmi.